Duke nisur nga sot e deri në hapjen e vendvotimeve të dielën në 9 nëntorit në orën 7, subjektet politike dhe kandidatët do të zhvillojnë fushatën zgjedhore për raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave. Pas përfundimit të raundit të parë të zgjedhjeve me 12 tetor, shumica komunave të Kosovës zgjedhën kryetarin e ardhshëm të tyre, kurse në 18 komuna do të votohet në balotazh për të përcaktuar kryetarin e ri. Fushata zgjedhore dhe gara balotazhit do të zhvillohet nën ethet e dilemave nëse mund të kemi zgjedhje të jashtëzakonshme për shkak të situatës në të cilën aktualisht ndodhet Kosova. Në përgjithësi, sipas ligjit për zgjedhje, fushata duhet të zhvillohet në një atmosferë të qetë, të respektueshme, demokratike, pa gjuhërrejtje, pa friksime dhe distancuar nga çdo formë dhune. Lëvizja vetëvendosje është në balotazh në 12 komuna të Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës në 9 komuna, Partia Demokratike e Kosovës në 6 komuna, teksa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në 5 komuna. Kujtojmë se në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale do të ketë garë në Gjakov, Gjilan, Dragash, Kaçanik, Klin, Fush Kosovë, Mitrovice Jugut, Obiliq, Rahovec, Pej, Prishtinë, Prizren, Suharek, Viti, Vushtri, Junik, Mamush dhe Klokot.